Një ditë pas përmbytjes nga lumi Sema në fshatin Hasturkas të Libofshës, uji ka nisur të tërhiqet nga banesat e përmbytura dhe tokat bujqësore. Megjithatë, disa familje ende nuk mund të rikthehen në banesat e tyre pasi ka prezencë uji në oborret e shtëpive. Në pritje të largimit të ujit për nisjen e verifikimit të dëmeve, banorët kërkojnë bazë ushqimore për blegtorin, pasi rezervat e tyre janë dëmtuar tërësisht. Janë në ujë, unë kam 70 ulëm tokë këtu. Aktualisht të gjitha janë në ujë. Një pjesë ka mbetur nga që largimi ujit që u bë sot mbjesët. Kam çur lop të lartë, patjetër baza ushqimore shpresore një për ato. Ne bëjmë si bëjmë. E kupton ti, po blegtoria nuk do të dinë. Po çfarë bëjnë ka tokat më tanë? Janë detyruar që dalim më tanë. Janë të detyruar që dalim më tanë, se kanë tokat më tanë. Si këta dhe ne atje. Kemi tokat më tanë. Po si mund të zgjidhet kjo? Pra, që edhe argjinatura të ruhet edhe po ajo të ruhet, po edhe shteti duhet kujdesohet për këta varat që dalin njerëzit në ta, që ti mbushin a më shtetore, sa më i kusht, të rregullohen. Ti je gati për dimrin. Dimri ka gjëra të papritura. Bashkia e Fierit ka komunikuar se grupet e verifikimit të dëmeve do nisin punën pas tërheqjes së ujit nga të gjitha banesat. Në një fazë të dytë do inventarizohen edhe dëmet në bujqësi e blegtori. Prurjet e Semanit përmbytën shtëpinë Hasturkas, Petov dhe Mbrostar. Mbi 1000 hektar tokë bujqësore dhe 10 njësi blegtorale në Fier, Patos dhe Roskovec janë në ujë. Përmbytje solli edhe lumi Shkumbi në Lushnjë. 20 banesa u rrethuan nga uji në Thanasaj dhe 100 hektar tokë bujqësore në zonat pranë argjinaturës së Shkumbinit.